tjetër edhe sot do të flasim me gra për shumë gjana bashk. Gjithsesi po e filloj bisedën sot me mysafirën time të parë, me mua këtu afër është psikologja Linda Mhillaj Fazliu, me cilën do të flasim për jetën në përgjithësi. Linda jeni mësuar ta shihni tashmë edhe në mediume tjera, gjithsesi do të flasim dhe do të kthehemi pak edhe mbrapa në kopë, pse jo, për të kuptuar pak më shumë rreth profesionit që Linda ka zgjedhur. Linda, mirë se erdhe, kënaqësi me të pasur. Faleminderit për ftesën. Ne jemi takuar edhe herave tjera bashkë, se sot do të munduemi ti përfshim dhe ti përmbledhim pak a shumë gjitha sfidat në për cilat jo vetëm ju si grua, por gjithsesi edhe gratë në përgjithësi kalojnë. Jo vetëm me profesionin, por gjithashtu edhe me jetën e përditshmërisë, gjithë ato që na i sjell shoqëria e shumë çka tjetër. Patjetër. Faleminderit shumë për ftesën. Kënaqësi. Gjithmonë, domethënë është kënaqësi kur vit tek ju se më duket vetja si në shtëpi time. Rehat. Po shumë rehat. Vjen shumë mirë. Do të kemi pak mbrapa në kohë, ndoshta edhe për të diskutuar gjitha ato karakteristika që e përbëjnë Lindën si personalitet, por gjithsesi edhe ndoshta se si ka rrjedh pikërisht për zgjedhja për të marrë këtë rrugtim që Linda ka zgjedhur. Faleminderit Dorata shumë për pyetjen. Domethënë në realitet jashtë rrjeteve sociale dhe jashtë kësaj figurës, nuk mund ta them figurë publike, po se duhet të qenë pak më modeste, pak më thjesht. Po unë jam një femër shumë e thjeshtë. Jam një grua ose një nën që kam 2 fëmijë. Kam një familje shumë të mrekullueshme. Përgjithësi jam një femër shumë e thjeshtë në përditshmëri. E bile se edhe për ndjekësit, faleminderit që më bërë këtë pyetje, edhe për ndjekësit, se shumë herë ma bëjnë pyetje në rrjetet sociale për shkak se unë e ruaj shumë privatësinë. Nuk e ekspozon. Jo, e ruaj për shkak se që 2 vitet e fundit që më kam dalë shumë në media, edhe e pash që ndonjëherë kur i kam postu fotografitë të vajzës, që kam vajzën e rritur tani, ose fëmijëve, edhe kam pas që kishte shumë shpërndarje dhe me njerë automatikisht e kam dalë këtë pjesën për privatësisë, edhe njerëzit nuk din shumë rreth meje, veç shoqëria që më njohin familjarët. Edhe shumë pyesen a je martume, a je divorcume, si je, ku jeton, çfarë bën. Kështu që po, unë jam e martume, i kam 2 fëmijë, i kam vajzë, kam djalë, kështu që e kam një familje shumë të mirë. Më vjen shumë mirë. Gjithsesi, kjo puna rrjeteve sociale tashmë është bë pjesë e jetës gjithë secilit. Lum ata që kanë mundësi ta mbajnë private deri në atë pikë sa të bën pyetjet, a je martuar, a je divorcuar. Si ndihesh kur bën pyetje të tilla? E merr si kompliment sepse ndonjëherë ndonjëherë ndjekësit dinë edhe me të ngacmua. Po, patjetër, duan me hidhen privatësi, po për shkak që unë nuk i menaxhoj vetëm rrjetet sociale. E kam dhe asistentën time që e kam për këtë pjesë, kështu që nuk ka se jap shumë detaje, më thënë drejtën, në lidhje, se unë njerëzit që më njohin para se me nisun këtë rrugtim, e din jetën time, kështu që nuk jap shumë detaje për shkak se ka dhe provokime. Ka dhe provokime? Po, patjetër, ka dhe provokime. Po ka dhe provokime, për shembull, ishte shumë e fortë një rast, njëri goxha ishte fytyrë publike, ishte një aktor biles. Edhe, po unë jam pa komplekse dhe flas lirshëm, edhe si për me pas kontakte me mu personalisht, tanë kohën e nxjerrte si shkak kam angth, du më ardhe me konsultu me ty, po unë s'kishte nevojë se unë në mënyra se si ai ndiqte në rrjetet sociale, unë dija që ai nuk kishte angth. Domethënë do të ma tepër se diçka private, domethënë hulumtonte shumë për jetën time. Nëse unë e blokoja në një rrjet social, ai do mos gjente në një mënyrë tjetër, ose në Instagram ose në TikTok, se ma shumë jam aktive në Facebook. Për shkak të edhe moshës time, se mosha ime e ma sipër, ma shumë e përdorin Facebookun. Po do më thanë, din njerëzit edhe se si mu qas, ndoshta me përdor pjesën e psikologjisë, se si për me qenë ma prezente, me qenë ma ofër jetën tonë. Por prapë nuk ka pas shanse, nuk ka se kam dhënë diçka shumë për jetën time. Po si u ndjeve? Se kjo është në një farë forme pak për ndjekje. Po, pak edhe ta cenon privatësinë, me thënë drejtën. Por, kur një ndjekës për shembull, kur e shikon që 2 herë, 3 herë, 5 herë, 10 herë shkruan edhe ti nuk reagon, edhe ai vetë ju për pastaj largohet. Apo dikur lodhet dhe ai. Po puna është mos më shku deri në çat gjendje, do të thënë deri në çat mos. Po ka dhurat, ka dhe nga ato që edhe të respektojnë edhe të kontaktojnë për shkak profesionit. Patjetër. Po ka dhe një pakicë që dhe tentojnë me hinë jetën private.
Po kjo unë tani jam mësu këtë pjesë e di se si me menaxhu. Kjo është çfarë sjell të qenurit Bravo. Media e ka edhe të mirën e ka edhe të keqen. Për shembull, mund të mirën ma ka dhënë dhuratë se mi ka hap dyert dhe më ka ardhur shumë suksesi. Për këtë jam shumë falendëruese mediave. Se kam pas shumë sukses, kam pas shumë kontakte për bashkëpunim. Edhe anën tjetër që unë ju dini tash që unë jam aktive dhe në bamirësi. Edhe kjo më ka ndihmuar shumë dhe mi pas kontaktet pak më të lehta. Shumë e mirë është rrjetet sociale kur din mi menaxhu. Po ama kur i ke përdor pastaj ajo merr një rrjedh tjetër që ti vetë nuk din as me dal për asaj pjese. Po gjithsesi të pengojnë? Po, më thënë drejtën, ka raste ndoshta edhe që të pengon, sepse për shembull na jena pak si egoist, na nuk e shikojmë për shembull jetën tonë, po shikojmë jetën e dikujt tjetër. Ndoshta ka raste që edhe në 2 natës mundet me të thirr dikush për Messengerit, apo kupton? Kështu që ka raste që dhe të pengojnë, mundohen edhe me qenë sa ma ofër, po... Çfarë mendimi kanë familjarët, tani më intereson shumë të di, me qenë se e përmendë pak më herët që keni familje dhe normalisht duhet jetë pak pengesa dhe për ata, sidomos kur ka kësi, po themi, e përmendë pak më herët, për ndjekje apo edhe thirrje në 2 të natës, nuk është... Është shumë e vërtet, dëgjoj, Dhurata, unë shqyqyre kam burrin një njeri intelektual, që është sociolog në profesion, edhe shqyqyre kupton këtë pjesë. Ka qenë pak probleme fillimet, sepse erdhi ajo fama erdhi shumë shpejt, më thënë drejtën. Erdhi për 2-3 muajve që i shamtona mediat me intervista. Ishte pak problem fillimi, po pastaj jo problem nga ana burrit, po nuk ishim mësuna me çatë lloj jetesës. Me gjitha ekspozimin edhe gjitha që vinë me to. Edhe unë tashti, kur ta shoh Zoti diçka me shfrytzu për mirë, pse ju? Edhe unë kam qenë gjithë ditë aktive, edhe që i pjesë ka qenë pak, po jo me thënë pengesë për mos me dalë ose mos me shkun për intervistat, por ishte pak ma interesant, sepse ndoshta ti që të hongër buk me familjen, ndarë këtë bjën të telefoni, jo dikush për qef, jo dikush të thjesht du me të përshëndet, ose dikush që kishte nevoj për këshilla. Kështu që e kena menaxhu këtë pjesë, po shqyre e kena një marrëdhënie shumë të mirë me bashorten, me burrin, edhe që të pjesë e ka kuptu më të drejtën. Se dhe vetë është njëri që ka kontakt, për shembull se burri jam ma përpara ka dhënë dhe mësim në post, se burri punon në post, ka dhënë mësim adoleshentëve, edhe për këtë shkak e din, është në kontakt çdo ditë me njerëzit dhe e din se si funksionon. Por do të me kuptu tani, do të me pranu që ti kur bash një person pak më i njohur, do të me pranu që i ka dhe sfidat e veta. Patjetër. E pati të lehtë ta pranoj po themi famën e menjëhershme apo të shpejt deri. Unë personalisht jo, nuk isha e përgatitur, të jem shumë sinqert. Nuk isha e përgatitur se nuk e dija këtë pjesë. Gjithmonë në fakt që në fëmijëri e kam pas ëndër që të fytyrën publike. Po tash Zoti ndoshta e ka ditë që dëshira dhe arriti. Po bravo, po ka qenë shumë e shpejt, me thënë drejtën. Për 2 muajve që ka bë bum kjo pjesë, ama jam mundu me menaxhu, kam pas edhe ankth. Kjo pjesë më preku pak edhe ankthi, për shkak se ndoshta ka pas... Sa që e përmende, sepse ne mendojmë që vetëm po themi njerëzit të cilët kanë nevojë për psikologun, i ka pa ankthi apo thjesht... Jo, na ka përdha neve. Në këtë rast, e kemi një psikologe e cila po thotë që e ka ka... Po, një farë ankthi e pata, se ishte kontakti pa fund. Ka pas raste që ka 200-300, deri në 400 mesazhe i ka marrë në ditë, në fillimet. Edhe, do më thane, shuma më vinte kesh, unë jam dhe që tip që nuk i lanë njerëzit për me prit, edhe më vinte kesh mos me këti përgjigje. Do më thane, ishe shumë e varme. Tani ti kthej 400 mesazhe. Bravo. E prandaj, tani, pavas ishte mbi garkes shumë psiqike dhe tani nuk i menaxhej vetëm rrjetet sociale, edhe e kalova këtë përgjithësi pak edhe të vajza, se vajza menaxhon rrjetet e mia sociale. Edhe ka qenë pak sfidë, po me njëherë pastaj dita se si më reflektu, dita se si menaxhu veten. Edhe kjo pjesë kaloj, pastaj më bë përditshmëri, më bë kështu si diçka si një jetë në përditshme, se pastaj unë hiku dhaj ankthi, hiku dhaj prezantimi para intervistave se kamrave. Më bë si pjesë e jetës, më thënë drejtë, më bë si pjesë e familjes, më dukte se diçka që tash e kam për veti. Çfarë ka brenda këtyre 300-400 mesazheve që i përmende? Çfarë pyetje, çfarë kërkesash? Çdo lloj. Hallesh, po themi ndoshta, kanë pasur. Shumë, e thënë drejtën, dikush 70% janë lidhje me psikologjinë. Që njerëzit e vujnë për ankthit, për stresit, për depresionit. Atak paniku është shumë prezent në jetën tonë përditshme. Por edhe ankthi, që e kam cilësuar shumë herë, domethënë ankthi, gjendja e depresive,
ose për shembull përdorimi i substancave, por që nuk është deklaruar në psikiatri. Për shembull, na kena raste shumë që janë në psikiatri, por ka edhe nga ato raste që nuk janë të deklaruar. Për shembull, ndoshta i vujnë familjarët, pasojat, edhe njerëz që i njoh, po bravo, i vujnë pasojat, por nuk e tentojnë edhe nuk e guxojnë më shumë, se ky guximi është problem. Nuk guxojnë me deklaru, se pastaj thonë aty ka disa procese diku që shkojnë atje në psikiatri derisa të regjistrohen, ndoshta edhe aty shtrohen pastaj me marrë trajtimin e duhur. Po ka gjithë të mesazhe ka çdo lloj, domethënë, të historinave të njerëzve, por nga njëna ana është dhe falënderim, ai nuk diskutohet, por është një ndjesi shumë e mirë kur njerëzit ta besojnë historinë personale, që ndoshta dikush tjetër nuk e din. Normal që unë për shembull i di që e kam lexuar, por mbi të gjitha, domethënë, besimi që ato kanë është shumë i vlefshëm. Liri, po themi, që të shprehin, ndoshta sekretet e tyre më me raste, për shkak se ka dhe nga ta që nuk kanë siguri se mendojnë që na psikolog muna me fol me koleg ose me dikant tjetër. Na nëse tregojmë histori, na kena drejt dhe ti e din se si është etika profesionale, ne nuk kena drejt japim emra. Por nëse ne tregojmë një histori, ne tregojmë pa emra për shkak me motivu dikant tjetër, ndoshta nëpërmjet ekranit. Por ka dhe nga ta që e kanë atë stigmatizimin akoma, prezent, edhe unë e kam cek disa herë që kanë shumë nevojë për psikolog, e pranojnë edhe vetë, por thoi nuk mundë më shku të psikologu, po do të më shku neurolog, se fjala neurolog ju duke pak si ma lehtë, ma butë. E të nëse i thu për psikolog, duket sikur je i çmendur dhe... është e kundërta në fakt. Bravo, edhe e kanë... Ta shikosh psikologjia merret ndoshta më shumë me sjelljen. Me sjelljet, me emocionet, me mendimet. Kur vjen puna për te neurologu apo psikiatri... Po, dhimbjet kokës. Po tash janë çrregullime të tjera të cilat kërkojnë trajtim me medikamente. Bravo. Nuk po e bëjnë dallimin siç duhet. Po, çajo e problemi. Po është një përzierje midis psikologut dhe psikiatrit. Po, çajo është edhe unë shumë herë kam thënë dhe kam cek që sa më shumë këto UJC, domethënë qendrat qeveritare që më sill sa më shumë trajtimet e duhura, domethënë dhe informacionet e duhur, se ka shumë edukimin, domethënë po edukim më mirë, më i kuptueshme. Edhe se që më ngon, se nuk kam puna se ndoshta si më ngon dhe guximi, se me dy fjalë që unë ja u tham, ato binden shumë lehtë. Është një keq informim që ekziston midis njerëzve? Po, midis profesioneve, domethënë. Po, pikërisht. Edhe ka, domethënë fatmirësisht Kosova ka nisë shumë ndryshim, por ka dhe tani unë kam cek dhe tjerë herë që më vartë edhe pri krahinave, pri zonave. Tash nëse krahasojmë për shembull Prishtinën ose fushë Kosovën, goxha shumë njerëzit e kanë hequr stigmatizimin. Bravo. Informuar, janë më të hapur. Bravo. Po nëse ti e merr për shembull një klient për shembull që jeton ku diun në zonën e Drenicës ose në zonën e Malishevës, nuk du për me bë dallime. Patjetër. E kërkoj falje, nuk du me bë dallime, po nëse merr dikant që jeton akoma në fshatra, nuk e kanë këtë guximin. Mas pari për i familjarëve e pastaj për i rrethit. Nuk e kanë këtë guximin akoma. Po thjesht vazhdon të jetë ajo mendësia, ai mentaliteti i cili bravo, stigmatizimi absolutisht. Nuk pranon ose thjesht nuk e sheh edhe me një sy aq të hapur që është nëse normale të shkohet te psikologu dhe të kërkohet ndihmë për një gjendje ndoshta emocionale. Unë kam pas raste, ndoshta ka pas vajza kishte dikun 40 vjet, ajo vunte për viteve, vunte për depresionet. Veç të mundu diçka vetë me menaxhu, po ma kishte arrit në një pikë që ishte shumë gjendje të rëndë psiqike. Edhe thonte që veç nga frika e familjarëve, të nënës, të babës, të familjarëve, nuk ka mujt me kërkundim. Edhe akoma thotë nuk kisha kërkundim, po veç për shkak që kishte ardhur me jetu në fushë Kosovë dhe ishin gojshishëm shoqe, edhe veç aty kishte taku e qellu rasti që mu më kanë jo, edhe u shpreh. Po kur i thash pse s'ke kërkundim më përpara, thotë jo, nuk kena guxu, thotë se ka shumë pasoja të tjera. Ndërse kishe guxuar me kërkundim. Kjo është për të ardhur keq dhe ka një numër shumë të madh të grave të cilat fatkeqësisht ka akoma. Me qenë se sot është e hënë dhe flasim për gratë, por në përgjithësi është një numër shumë i madh të cilat fatkeqësisht ende vazhdojnë ta vuajnë stigmën, vazhdojnë ta vuajnë këtë mendsinë që nuk i lejon të kërkojnë ndihmë kur duhet. Po, ambienti, domethënë rrethi social, ambienti familjar ka të bëjë shumë. Nëse na e kena një shoqëri të shëndetshme, edhe na vetë kena me jetu shëndetshëm. Po nëse keni shoqëri toksike e jo të motivuese, e normal që gjithmonë ke mundi pa fuqi, ke mundi jo e vlerësuar. Edhe kjo është dallim shumë i madh. Me thënë drejtën,
Unë jam tip që e ngrizonin shumë, në lidhe sidomos në lidhe me psikologjinë, se që aty e ndjej dhe e du, se më duket sikur kam lind me psikologji, ose jam bo pastaj. Dhe shumë femra më shkruajnë dhe më thonë bravo për guximin dhe për motivimin. Po ju thamë dikush duhet me ngrizonin, nëse nuk mundesh ti ose unë ose dikush tjetër duhet me ngrizonin. Unë nuk jam dakord ti Dhurata, nuk jam dakord që me të pru kjo barazia gjinore, kur thujnë këto femrat që është bon shumë kjo tabu, kjo pjesa për femrat. Nuk jam dakord unë që na me të pru, po na normal pas drejta tona, se funit janë minjerë, si kur janë meshkujt i na dhe na femrat. është të pru? Du me dhe na mu vlerësu, du me dhe na me qendrët vëmendje, je pa të pru, do me thanë. Po. është të pru në një farmase kjo pjesa... U të pru pak, po. Po, shikohet me një kontekst tjetër? U të pru pak, për shkak se më kujtot një natë ishim në debat në një studio televizive, edhe gjithë kohë më thanë veç femrat. Jo, na i kena disa gjona që na nuk muna mi bo që a bojnë burrat, as burrat nuk muna mi bo disa gjona që i bojmë na. Po, bravo. Biologikisht jemi të ndryshëm. Absolutisht, po bravo, absolutisht jemi të ndryshëm. Unë nuk jam me kundra asajt. Por, do më thanë, jo me të pru. Se gjithë shka që të prahet, si në silje, si në psikologji, si në familje, është gjithë shka që të prahet e ka një farë pasuje mrapa. Kështu që kisha thanë me kam të kjo me, nuk muna na me arrit atë jetën europiane, kur na jetojnë Kosovë. Apo kuptan? Po tjetër. Gjithsesi, po kemi deklarata nga personazhe të ndryshme publike, të cilat në një farë forme po kapin masën, po bëhen viral. E mendon që me të vërtet i mendojnë ashtu ato deklarata, ato shpreje, apo e bëjnë pikrisht për këtë viralitetin? Une isha të... Flasim me emra, a? Po, s'ka lidhje, sa sus në lejot kështu me thanë me emra. Une një personalisht ftyra publike, se ta shtë din që unë jam media gjithit, që rri me topi, kafe, krejt, po gjithë shka bat për show. Veç për klikime, do me thanë televizive, por nëse ti njef jetën e personale si kur i një onë, mund është me ndëshu... E kupton shumë letë që nuk është... Nuk është diçka që flitet në përmjet televizionit, por ka dhe nga to televizionet që ndoshta... Po, bravo, i shtyn pak për me... Ti di, nësi si funksionon televizioni, pak për klikime, pak për audiencë. Po. Gjithë si masa po i marë si të mirë qena, a? Bravo. Fakte, dhe në pas po shpërthejnë komentet, po shpërthejnë reagimet, edhe po merën, sikur... Po, sikur janë të vërteta. Janë të vërteta. Dhe sikur janë mendimet të cilat vijnë personalisht direkte menduara mirë nga personazhet. Po që kjo është problemi të na, se rrjetet sociale nga njëherë janë edhe false, fake, si thonë. Se, për shembull, 70% që unë tash po i lidh veç diçka në jetën time personale. Unë kur postoj fotot për shembull në Instagram ose në rrjetet sociale, na tona femrat i bëjnë pak me filter, na i diskutojnë, tani filtert për femrat janë. Edhe më shkruajnë shumë, më thonë, o këne, o ane, o sa e mira, do më thënë, shkruajnë gjithë shka, se s'po du tash me lavdu vetën, po. Edhe kur vjen puna, shumë herë ju thamë, o mos shikoni rrjetet sociale, se 70% nuk janë të vërteta. Do më thënë, ndryshe merret për i komenteve, ndryshe shikohet për i publikut, ndryshe në realitet, do më thënë. Po për këtë pjesë publiku nuk ka faj, se atë që kur shpreshtin media që shtu ato e marrin. Shumë e vërtet. Bravo. Ajo çfarë observohet? Bravo, ato që shtu e kultivojnë pastaj. Po mirë është që mos mu bazu shumë të kjo pjesë. Po e tham shumë sinqerisht, unë vetë jam media çdo ditë, kështu që thash, nganjëherë bëhet për klikime, nganjëherë për famë, nganjëherë për emër, që ti më bën sa më shumë djegsa dhe shikueshmëri. Patjetër. Gjithsesi do të ndalim edhe të diskutojmë pak për humanizmin. E përmende edhe Kalimti gjatë bisedës, por që më intereson shumë dise nga ka lindur ky shpirt humanizmi nga ana jote dhe çfarë të tërheq që të ndihmosh të tjerët në forma të ndryshme. Çfarë pyetje? Unë në fakt pjesën e humane na e kena bërë që në fëmijëri. Unë kam një familje shumë të mirë të mrekullueshme që kena pas biznes familjar, kena pas dy në fakt biznese familjare. Unë si fëmijëri unë kam jetu një jetë shumë të mirë, nuk e kam ditë kur çfarë është halli. Po jeta pastaj të vend sfida, një herë kena qenë me buk, një herë pa buk, një herë me ushqim, një herë me rroba, herë pa rroba. Domethënë jeta të vend sfida të tilla. Po sa kam qenë vajzë, të jem sinqert, kam jetu një jetë shumë të mirë. E që nga aty ne kena bon e bamirësi, edhe unë e kam cek dhe një intervjist tjetër, se sholla zbate tepër për publikun, që gjithmonë, kur kanë arë festat e Krishtlindjeve, na gjithmonë e kena bon të listën e njerëzve që mërshin me listë të shtëpia jonë, të familja jonë, e kena bon gjithmonë, kështu dhe me thanë 0-0, që mos me hinë vitin e ri për me hi me listë, dhe me thanë me bërgjë njerëzit. Dhe me thanë që aty, e kam pas qatë dashurin për me ndimu njerëzit.
Po ndoshta edhe që kjo profesioni psikologjisë se gjithmonë kam pas dëshirën që psikologjia për të ndihmuar të tjerat është në fakt. Po, domethënë është profesion human, më thënë drejtën. Por që kjo ka qenë më përpara se me nis psikologjinë, që në fëmijëri. Po pastaj pasi unë hina u futa edhe në rrugën e psikologjisë, kjo veç sa e ka përforcu këtë dëshirën dhe idenë. Edhe ky ka qenë fati jam që më besu njerëzit. Ka qenë fati që veç se po ta hinë psikologji dhe që aty ka qenë e kontakti që unë veç me vazhdu këtë rrugën e humanizmit. Se unë po ta pauzu pastaj për një farë kohë, masi jetova në Shqipëri, kur erdha me jetu në Kosovë. Se normal, pastaj linda djalin, joj depresioni pas lindjes djalit, ato sfidat e veta, po pastaj rinisa, dhe më thanë, pjesën e... E rimore vetë. Në fakt, edhe pse unë kam qanë shpinë qatë kohë që kam qanë në gjendje depresive mas lindjes djalit, unë bamirësin nuk e kam ndalu, kujshit e mi që njohin e din shumë mirë, se unë gjdo rogë që kena marrë jo mu lavdru, po këta e thamë për me motivu më fakt edhe të tjertë. Gjdo rogë që e ka marrë burem, se shqyqyrë atëherë në rogat në post ishën shumë të mira, e në gjithmonë, pa e ble ushqim për veti, unë veç i kam dimu njerëzit që i kam pas ofër që i kam pas në kojshi. E kështu që, dhe pse ka qatë kohë kam ba pauzë të shpia, por pjesa e humanizit nuk ka pushu, do më thanë. Nuk kena ba shumë atë më dhaja me ndimu njerëzit, po deri diku kena u fundim. E është e rëndësishme që të kesh një shpirt të tillë, sepse në fund të ditës po të ndihmosh tjetrin, nuk është se ka mundi vetëm ai mirë, ke mundi edhe... Po, shpirtërisht dhe emocionalisht je përmbushur dhe je shumë e qetë me veten, bravo. Çfarë tregon kjo për ty? Si të përmbush? Mua, po, më falë se s'lash me përfundu. Mu personalisht Zotin e falenderoj në qëtë pjesën e humanizmet, se ndoshta edhe më ka bon shumë ma pozitive. Ndoshta më ka bon shumë ma empatike, më ka bon shumë ma dashur për njerëzit, edhe më ka bon mi kuptu njerëzit ma tepër. Por, në fakt, hera por që po e tham, po se nuk e kam thënë asnjëherë në intervistat tjera, unë e kam djalin me ngecin zhvillim, e kam pak me aftësi ndryshe, po shqyre jam vetë që të profesion dhe kena ndihmu shumë. Nuk e kam deklaru si hera por që flas. Edhe ndoshta edhe që kjo më ka qupër me kushtu vëmendje humanizmit, se për shembull kishte gra ose nana që se pjesa humanizmit që bojmë na është pak më specifike. Është veç për fëmijët me autizëm, këto që janë me ngecën zhvillim, këto që janë karroca. Po. Edhe nuk është puna qëllimi, po dëshira ime më e madhe ka qenë që që ato prindër për shembull kur më falenderoni gjithmonë kam thënë jo, mos më falenderoni mua, veç ato uratën ma dërgoni te djali. Domethënë ajo ndjesia e prindit. Edhe ndoshta edhe që kjo më ka bon deri tani me mos mu dorëzu. Se ndoshta ka pas raste që është lodhshme, më thënë drejtën. Por ndoshta ka pas raste që kam dashur të mu dorëzu, po jo, kam thënë jo, do ta vazhdoj. Pse e kam një qëllim për jetën, domethënë. Patjetër. Kështu që ndoshta edhe pjesa që unë kam kuptuar prindrit në çit fush, prindrit që janë me fëmijë që kanë fëmijë autizëm ose çrregullime të ndryshme, ka qenë më shumë i kam kuptuar për shkak se unë vetë jam çat gjendjen aty. Jam brendsinë e tyne, se unë thash, unë kam djalin 90 vjet, po ka pak ngecje, po shqyr ka shumë përmirësim, se normal, unë na e dim sa e vështirë është që ti ta bësh djalin deri në 5 vjet dhe mos ta flas as si fjalë. Ka qenë, domethënë për mua dhe për bashkëshortin ka qenë sfidë shumë e madhe, më thënë drejtën. Dhe ka qenë një emocion që ka qenë shumë vështirë në fillimet me pranu, po shqyr, Zoti që e kam pranuar shumë shpejt, se nga që vetë kam studiu dhe e di se në të ardhmen ka sukses. Sa ma e letë është pranon më herët edhe normalisht koncentrimi më pas shkon tek përmisimi, tek ndihma e gjitha. Për mua ka qenë pak ma e letë, për burrin pak ma ashtu. Nga njëherë biles kishna debatu ku thonte, o, moj grupu të si normal, po djali shumë mira, është veç ti po e bat madhe. Po i thoshëm, jo, nuk është puna se po bajt madhe, po në edhe qefin vetës së mush me abat, kur diçka nuk shkon. Kështu që pjesa e humanizmit tani më lidh shumë edhe me pjesën e djalit që po mirë, shqyr për Zotit është shumë mirë, dikon 80% ka fol. Kur ka nisë të fjalët e para për neve veç ka qenë mrekulli. Mrekullia e Zotit. Po, se ishte shumë vështirë që ti të ndihmosh tjerët edhe të jesh në çit profesion edhe fëmia jot mos më të fol, ishte shumë e rëndë, më thënë drejtën. Po shqyr për Zotit tani me punë, kena dikun 4 vjet e kena qenë psikolog, me psikoterapi, me seanca. E shqyr për Zotit tani është mirë shumë. Pjesa të folurit tani bilbil nuk ndalet më. Më vjen shumë mirë, më vjen. Faleminderit. Dhe më vjen shumë mirë që ndajte me ne në fakt informacion. E përmendit që nuk e ke ndajt asnjëherë dhe të falenderoj. Jem shumë e sinqert.
Po, t'jem shumë sinqert, ma kanë bo pyetje edhe në intervista tjera që të shtyjnë për me ndihmu njerëzit, po asë njëherë nuk e kam marrë qëtë guximin. Jo se mungon guximi, po thjesht e kam rujt për veti, se nga njerëzit dinë dhe me kiç përdor, po unë nuk e kam problem, se unë e di vetën dhe di se kush... Po, sidomos në këtë kohë që po jetojmë, gjithë shka po merret. Bravo. Biles më kujtohet, po tani nga njerë i thamë vetë çfarë mendime i kam pas, pse jam shqetësu kot pa arsye. Më kujtohet nga Shqipëria, më telefononin dhe më thanë, jo njerëzit e mi, po njerëzit qeqëria, ose njerëzit jashta familjes, më thonin, Lind, po kena dëgju që te ke djalin e smun. E sëmur, dhe më thanë. Po nëse ka një çrregullim, ose ka një ngecje në pjesën e shëndetit mendor, nuk është sëmundje. Ta du të me kuptu dhe publiku. Edhe e kam pas ma vështirë me i bind njerëzit, se sa unë vetën, dhe më thanë. Po shqyqyrë kjo pjesë ka kalu pastaj edhe unë ka pas... Më rëndësi që djali jam ka pas sukses, nuk më interesën pjesa e botës, dhe më thanë, se ndoshta nga njëherë njerëzit ku shikojnë që ti po e arrin një farë suksesi, njerëzit dhe duan me të prek që aty të pika e dot. Po kjo pjesë nuk më banë përshtypje mu, se funi shqyqyrë na kena investu, nuk kena të pëndu masunas burë jam, kena investu shumë me djalin, edhe kena pas një mbështetje të madhe shumë edhe pri vajzës. Vajza gati e ka arrit, se unë në atë kohë isha në fakultet. Po. Djali voglu në fakultet, vajza, do më thënë e ka arrit djalin. Kështu që kena pas një treshje të bashku me vajzën e me burrin, kështu që ja kemi dalë. Kështu që ja u bëj si thirrje dhe gjithë prindërve që i kanë fëmijë të tillë, që veç duhet pak forcë, guxim edhe bashkim familjar që m'ja dalë. Edhe kështu që kanë m'ja dalë. Unë kur e tham për vetës, besoj që edhe tjerë kanë me pas qitë të besim. Më bëri përshtypja ajo pjesa kur the mos më jepni asgjë, vetëm dërgoni uratë për mua, për fëmijën tim, për familjen. Gjithmonë është kjo shpreha bën mirë, gjen mirë. E mendon? Vepron sipas? Po, unë e besoj shumë kësaj, me thënë shumë drejt. Të tim shumë sinqert, kësaj besoj shumë, se unë nëse e kam bën dhurata, nëse e kam bën diçka me zemër, nuk e di dash për dash që ama këty shumë shpejt. Se kjo është kjo karma, unë e kam studiu dhe karmen që banë mirë se dikur të këthet, nuk këthet që aty për që aty, po të këthet dikur, se unë kam studiu dhe filozofi, që më kujtot njëherë se ndoshta banë me nda, dhe në qatë kohën kur po të ndalë ato 2 euro falë së parit, por një 2 vite, vazi se sa. Edhe unë po këtheja prej fakultetit isha në master në Prishtinë, po këtheja nga Prishtina në Fushë Kosovë ishte një ditë të merë, një ditë shiu shumë i keqë. Një ditë shumë e ranë. Edhe hipi një student, po unë vetë isha studente, hipi një student fakulteti në Prishtinë, po ai shoferi taksis e tregoj një fytyrë shumë jo normale. Arrogante? Po arrogante, se i tha jo, ky djali i tha mundesh me mpranu, tha se veç këtë 2 euro i kam. S'kam të tjera? S'kam tjetër, tha mundem ta marr me ty për Fushë Kosovë, tha se ishte edhe koha shumë e keqe. Edhe ky shoferi tha jo, mundesh me zvrit, tha se nuk mundem tha me të marr, tha se unë s'kam dalë këtu tha për për pamirësi. Po, për pa pagesë. Edhe unë i kisha 5 euro të funit, jem shumë sinqerte, edhe me pyet burrin, ashtë të njëjta histori. Unë i pata 5 euro të funit, i pata në xhep, dhe i thash, jo, thash se unë ja paguaj taksin. Jo, tha se ti tha s'ke hik këtu tha për me paguaj, thash po unë ja paguaj taksin, të s'ka lidhje, thash, unë ki let rrye, të rrje, thash, makinë, kënë student, let tashon. Edhe ja paguajt apo me gjithë zemër e bona. Po nga njëherë është shumë e vërtet, kur e bën me zemër, diçka ajo të kthehet automatikisht. Edhe hiku e puna i më falendroj dhe unë hika të shtëpia ime, kur shkova te shtëpia unë, i gjeta 100 euro i gjeta te shtëpia. Jem shumë e sinqert. Edhe kur thot burri thot çe thot ti thot je me Fatma, i thot veç ti thot po du njerëzit. Edhe i tham unë pse? Thot çe thot vllau ti ka shu, vllai vet, domethënë tha ti ka shu tha, ka thënë jepja lindës se linda është në fakultet, hala punon, e jepja lindës se linda si don për fakultet me pikafe me shoqet. Po. Edhe i kam gjet 100 euro të shtëpia. Edhe ja beson, janë ma mushtit me latë dhe kam dalë i thash burrit, thash unë pa di pse, thot pse, kështu thash ndodhin në Prishtinë tu ardh për Fushë Kosovë, thash dikujt ja paguajta taksin, thash po nuk e di kush ishte, nuk e njofta masën, a u ndam. Po. Po, ama gjesti që e bona, më dha me kuptu që çdo mirë që t'i ban dikur të kthehet. Kthye shumë. Po më kthy shumë shpejt. Edhe shumë fish. Po bravo. Se më kthy se unë 100 euro i gjeta, më kishte dërgu kunati për Gjermani. Që kishte thënë burrit jepja lindës që është në fakultet dhe ka nevojë me pikave me shoqe. Domethënë unë besoj shumë kjo pjesë edhe ata. Absolutisht besoj shumë. Edhe normalisht nuk është rastësisht si shprehje. Bravo. Vjen pikërisht të tilla të cilat njerëzit veç se i kanë vërtetuar tashmë. Shumë është e vërtetë, shumë është e vërtetë.
Kështu që unë vetë e kam përjetu dhe vetë e di këtë pjesë. Çfarë mesazhi i bukur për gjithë ndjekësit e emisionit 410, se gjithmonë mundohem që pikërisht përmes bisedave të tilla të dërgojmë pikërisht mesazhe të kësaj natyre, që të bëjmë mirë në fund të ditës vetëm Po dëgjoj, gjona bën të jemi njerëzor. Bravo. Dhe gjona tjera gjithmonë. Po ku metet shpirti, zemra, dashuria, se për 50 cent për shembull që bën për shembull një rrugtim për Prishtinën, fush Kosovë, as i gjë nuk vlen. Ti çato jeti hangër një hamburger, ku diun se hamburgeri bën shtrejt tani, po jeti pi diçka dhe nuk shikohet më. Pikrisht. Apo kupton. Po ku mbetet ai motivimi, ti ndoshta për çata që e ban, ti mbetesh e motivuar dhe e keni fandjesie shumë të mirë. Në bara kur shkon darkët me flet, kur e vën kokën një stek, e din që diçka e mirë e bën që vleti. Kështu që nuk e di, unë jap shumë mesazhe, të mos lidhem me shëndetin mendor, unë ju tham shumë grave, vajzave që me kërku ndihmë, mos me mbajt në vete, mos me qenë të mbyllur. Se gjithmonë kur ti je mbyllur, ajo veç trashe që ajo lloj problemi dhe ajo veç ka pasoja. Edhe vajzave të reja. Çfarë mban brenda? Po, është shumë ngarkesë psiqike. Sidomos vajzave të reja që me pas kujdes, kujt i besojnë, me pas kujdes në rrjetet sociale, çfarë shkruajnë, kujt unë shumë në ekstrem, unë si për vajzën time edhe mësoj shumë edhe vajzë të reja, që me pas shumë kujdes, kujt i dërgojnë foto, video, le që këto fotot intime këto janë të ndalume, po që nëpërmjet aty në njerëzit mundën me të bëjnë shantazhe, me të bëjnë kërcënime. Unë shumë i mundohem mi motivu dhe mi mësu vajzat të reja që të kenë shumë kujdes, kujt i besojnë mas pari dhe kujt i dërgojnë foto. Se kena shumë raste, Dhurata, kena shumë raste një përditshmërinë, se te psikologu nuk e dija ka dikun tjetër që ma shumë shprehen se te psikologu, që kena ashtë profesioni tillë. Edhe ka vajza ku ndoshta me vite rrin me ankth, me atak paniku, arrin deri në depresion, për shkak se nuk mundën me tregu te familja se ju bojnë shantazh. Po bravo, ndoshta ka pas një lidhje, ja ka besu, ja ka dërgu do foto ose do video, nëpërmjet çatin veç ka vazhdu shantazhi. Mundet me pas vajza që kanë arrit deri në trafikim, domethënë që s'kan pas guxime dhe s'kan mujt me kërku ndihmë. Edhe unë qëta e kam si mesazh, sidomos për vajzat e reja që me pas shumë kujdes kujt i besojnë. Përveç këtij kujdesi të shtuar, Linda, për të mos dërguar, po themi, jo vetëm foto intime, po ndoshta edhe biseda e gjithçka rreth kësaj natyre. Ka të bëjë shumë edhe familja. Po si duhet ti kalojmë këto sfida? Kur po themi që është ndodhet në një situatë të tillë. Mas pari, për shembull çat person që mundet me të bën shantazhe, mas pari herë duhet mi bën screenshot herë bisedave, mi rujt bisedat, pastaj me blloku, nëse ai fillon prapë të kërcenon për shembull në rrjetet tjera sociale, automatikisht me kontaktu herë me familjarët, me njerëz të sigurt që ta marrin bisedën edhe që përkrahin, dhe automatikisht do të qendrat për punë sociale, si ta ofrojnë ndihmën, psikologu, ose policia, ajo është ndër të parat, me thënë drejtën. Po ka edhe raste që s'ke nevojë me shku deri në polici, po ka raste, për shembull familja që mundën me të ofru ndihmë, ose po në këtë raste gjithmonë familja është e para që duhet me ofru ndihmën. Por dhe diçka tjetër, për mos me arrit deri që aty, familja, biseda familjare ka shumë rëndësie. Që me folë sa ma lirshëm me fëmijët, jo mi gjyku, me ullë aty me i dëgju, për çfarë do arsye, sidomos adoleshent kanë shumë nevojë me i dëgju dikush. Se adoleshentët kanë qatë moshën ku mundohen me kriju privatësi. Kur është ai formimi i personalitetit, identitetit, edhe bashkë aty ato kanë nevojë për mbështetje. Po na si prindër bëjmë të kundërtën. Ju gjykojmë, ju bërtasim, pse vishesh, pse del, pse po rregullohesh. Domethënë nuk e kuptojmë na botën e adoleshentit, më thënë drejtën asnjëherë. Shumë pak janë ato prindër që e kuptojnë. Po, e kuptojnë dikur ma vonë, po janë çat kohë kur ato kanë nevojë. Edhe kjo është shumë e rëndësishme, biseda familjare është shumë e rëndësishme, mu zhvillu në familje sa më lirshëm, sa me dashuri, me qetësi, me butësi, që me një sa më afër që mos me pas probleme më të mëdha pastaj. Mirë shumë. Jemi te minutat e fundit, gjithsesi si ja del Linda që ti po themi ti balancoj gjitha këto. Punën, aktivitetet humanitare, fëmijët, dalin nëpër media e përmendëm që është diçka që bë aktive. Po, është aktive edhe normalisht duhet patjetër që të ketë një menaxhim të kohës. Thëmë të drejtën mundohem me menaxhu këtë pjesë, se për shembull daljen publike ma shumë i kam pas diteve, mundohem me menaxhu këtë pjesë, nuk jam perfekt, por unë kam një gjë shumë të sigurt, domethënë dhe kam shumë kryesore në jetën time të vlefshme që unë përpara atu familjen dhe fëmijët unë nuk dal jashtë shtëpisë. Jo, e kam shumë rëndësi, nuk e di pse e kam shumë rëndësi pjesën e familjes.
Kështu që e kam të lidhur edhe familjen edhe pjesën e humanizmit, po gjithsecilës i gjeni far kohë, mundohem gjithsecilës mi dhanë kohën e vet. Nuk jemi perfekt, mundohemi me qenë deri dikon në rrjedhat e duhura, por din nga njëherë dhe mu mbi ngarku, po shqyqyr i menagjej kohën, mundohem me menagju kohën, që mos me mbi ngarku vetën, se ti din, kur truni mbi ngarkot, pastaj mund është me ra dhe vështirë mu qu. E pa mundur është tjetër. Gjithsesi, e përmende që edhe, po themi, në këtë mosh, pa dasht me i përmend numrat, të lutem. Jo, nuk e kam problem, në moshën se kam problem asanije. Jo, gjithsesi, po e diskutoj çështjen e studimeve, me qenë se e përmende që ke qenë edhe vetë studente para pak kohësh, edhe normalisht jo shumë gra të cilat ndoshta e kanë pas një ëndër për studiu diçka, e kanë marrë guximin për të studiuar ani pse janë, po themi, mbi të 30-at apo diçka e tillë. Ju duket sikur është vonë, ju duket sikur ka ikur koha, paragjykojnë vetë veten e tyre, edhe nuk është se e marrin, po themi, atë rrugën. Dëgjoj, se për punë numrave se kam unë kështu problem. Kur i kam pas 30-at, unë i kam nisë bachelorin, edhe kam përfundu. Tani në moshën 40 sipër, unë i kam sot 41 vjetë, e kam përfundu masterin. Po edhe me shkencë, edhe me nëse për shembull i pyet profesorët, të gjithë thonë që ke mosha e pjekurisë, dhe më thanë 35 deri në 40 është mosha ma mirë ku, sidomos femrat studiojnë dhe kanë një sukses shumë më të madh. Edhe pse unë kam pas mundësinë pak ma herët vite ma përpara me bë masterin, por e kam lanë vetë pak vetën që edhe mu pjek psiqikisht me që pak ma e përgatitur, edhe me pas një sukses pak ma dëvendosur, edhe nuk e di, ndoshta unë e tham ka qenë koha e duhur, që në qitë moshë që jam tani unë e përfundu master. Nuk e di pse, ndoshta është mendimi jam, po ndoshta unë edhe prapë tham, nëse kisha përfundu ma heret, ndoshta ishte ma mirë, po ndoshta unë s'kam qenë e përgatitur. Disa gjona në jetë vinë kur je e përgatitur, psiqikisht. Po. Edhe kur je gatshme. Cili do të ishte mesazhi, çfarë do të thoje grave tani, të cilat e thash pak më herët e paragjykojnë vetë veten. Ju duket sikur nuk janë të mjaftuar. Nuk vlen. Nuk vlen. Bravo. Po. Dëgjoj, tani na e kena thënë edhe një herë tjetër që në komunën gjithë tani mi fut në rrugën profesionale, domethënë ose me qenie akademike, por në çdo kohë, në çdo moshë femra kur e marrin veten edhe kur e din që çfarë nanë për shembull se ose pa qenë nanë ose me qenë si të jetë nanë, më rëndësi me vlerësu veten, me dashur veten. Edhe se ti mas pari kur e vlerëson veten tonë, je mirë edhe për familjen edhe për fëmijët e tuaj. Ti në moment që nuk e vlerëson veten tonë, nuk ke qenë vy as fëmijëve, se ti si e zoja as me bën një darkë as një drek. Kështu që mas pari duhet me vlerësu veten, me dashur veten ashtu siç je, me të mira, me të këqija që ato që na ka shu Zoti na duhet mi pranu. Po, vërtet. Kështu që motivimi më i mirë është me qenë sa të bashku me familje, që me pas një bashkëshort ose një bashkëshorte që të kupton. Se problema është kur njëri për shembull ka përkrahje nga Po bravo, problema se unë për shembull tash po them për veti, shumë vetë më thonë ku e merr guximin, unë dhe ku e ke çat motiv. Unë kam motivin me ta drejtën sepse unë më përkrah shumë bashkëshorte. Burri, se unë kam qenë fakt me terma pak më thjeshta. Burri më përkrah shumë këtë pjesën e mediave, të shkollimin e ka kështu, e ka gjanë kryesore në jetë. Mushkullu. Por mbështetja dhe përkraja familjare ka të bëjnë shumë. Është gjëja kryesore për jetën tonë të përditshme. Shumë e vërtet. Nëse dikush s'kupton është problem. Ti normal, ti mundesh me luftu tan ku mi arrit, nuk diskutohet. Ka dhe femra që janë vetëm dhe janë bërë shumë me sukses. Absolutisht. Por prap kur e keni një krah të Po diku ku gjen. Bravo. Po prap kur e keni një forcë që të mbështet, nuk ka asnjë mur që mundet me të rrezu. Shumë e vërtet. Kënaqësi që të pata përsëri në studio Linda, të falenderoj për gjitha këto që ndajtet me ne. Ne kemi dhënë shumë mesazhe sot, edhe po shpresoj që sadopak kemi arrit që të ndikojmë a o të marrja e një vendimi për të studiu, o të marrja një vendimi për të ndru diçka tek jeta e dikujt, ose thjesht edhe për të ndihmu dikë që ka nevojë. Absolutisht. Faleminderit shumë për juve, faleminderit për ftesën. Unë ndjej shumë kënaqësi me të drejtën kur vi te ju. Por inshallah nga njerë të ashti këto deklaratat ose këto bisedat nuk bën të tepërta për publikun, por kur mundon na për mirë, besoj që edhe ato kanë me marrë për anë pozitive. Jemi ardhur në një kohë ku tani edhe po folje mirë edhe po folje keq komentohesh, kështu që nuk po e marrim. Kështu që është një shprehje që nuk kena lind mi u pëlqy gjithëve.